Një detaj shumë të rëndësishëm këtu që shumica ju as menjen se keni qenë. Gjithmonë kur nifet një qift, njëri me tjetrin ku janë të u prezantu, gjithmonë ekzistojnë këto pyetjet. Moshkullit i intereson e kalumja femnës. Femnës i intereson e ardhmja moshkullit. Të shif moshkulli thot me çfarë femnë do ndërtoj të ardhmen. Edhe femna thot me çfarë moshkulli do ndërtoj të ardhmen. E kupton? Prandaj nona juj, kur ju keni një të kalume që si keni kontrollu veten e keni kështu. Moshkulli janë do gjëra që shkojnë me respekt, janë do gjëra që nuk i kuptoni tani. Janë do gjëra që kuptojnë më vonë këtë sajnë, kur të rriteni pa ku të keni ndonjë eksperiencë, nuk kuptojnë. Prandaj nona juj që ju këshillon juve vajzave në shtëpi, kujdes to, kujdes aty, nuk është budallicë nona juj. Nuk delni femën në rrjetet sociale më zgjut si nona juj në shtëpi. Edhe nona juj vetë femën është. Pse ju këshillon nona juj në mënyrë kundra asaj influencer që del në rrjetet sociale. Prandaj është e rëndësishme e ardhmja moshës është e rëndësishme, që atë ardhmë do gjetë kjo moshë. Edhe kalumja femnës është e rëndësishme për moshën se me çfarë femë do rregullohet të ardhmen. Janë do detaja se bëjnë diferencë më të madhe. Mojnë men. Ngjojë nonën më tepër që ju thot nona ju në shtëpi se sa influencët në për TikTok edhe ju verboj.